Fjala sot. Baba. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është baba. Babai është figura qendrore në jetën e fëmijëve dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ata ndërtojnë jetën e tyre në të ardhmen. Roli i tij është kyç dhe ndoshta edhe në mënyrë të pavetëdijshme, gjithçka që një baba bën dhe thot, mbetet në mendjen e fëmijës për gjithë jetën e tij. Na ndiqni në programin tonë të sotëm për të mësuar se si ju mund të jeni baballar të dashur të përkushtuar dhe se si mund të modeloni për fëmijët tuaj vlera dhe virtyte që do t'i shoqërojnë ata gjatë gjithë jetës e do t'i ndihmojnë të jenë njerëz të perëndishëm për familjen e tyre të ardhshme, për komunitetin dhe për shoqërinë. Para disa ditësh, unë pata një nga ato momentet kur ndihesh si super baba. Po luaja basketbol me 2 djemtë e mi dhe vendosa të bëj një gjuajtje spektakolare. U përpoqja të bëja kosh nga një distancë e madhe. Gjuajtjet më të mira për të bërë kosh janë pranë koshit. E kalon topin me një dorë mbi kokë dhe shënon. Por ky ishte një moment fantastik për mua, sepse e hodha topin nga 8 metra distancë dhe bëra kosh. Të 2 djemtë e mi ngritën duart lart me habi dhe gëzim. Ishte një nga ato momentet e çmuara kur ata thanë, "Kjo është e manitshme." Do doja t'i kisha ato momente gjatë gjithë kohës. Do doja që djemtë e mi të më shihnin në momentet e mia më të mira. Por nuk ndodh kështu dhe çdo baba e di këtë gjë. Çdo burr që përpiqet të modelojë ndershmëri dhe mirësi për fëmijët e tij, kushdo që po rrit një vajzë apo një djalë me dinjitet dhe krenari, e di se fëmijët e tij nuk do ta shohin vetëm në momentet e tij më të mira. Por Perëndia na jep këshilla se si mund të jemi prindër të mirë për fëmijët tanë. Do doja të ndaja me ju nga Luka, kapitulli 11. Ky tekst është një pjesë në Ungjillin sipas Lukës, ku Jezusi i mëson dishepujt e tij se si të luten. Ai u mëson atyre atë që ne e njohim si lutja e Zotit. Ai thot: "Dhe ai tha, kur të luteni, thoni: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme, dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë, dhe mos lejo të bijem në tundim." Kjo është një lutje e bukur. Përmes saj, ne i kërkojmë Perëndis atë, forcë, urtësi dhe integritet për të jetuar ashtu siç ai dëshiron. Disa vargje më poshtë Jezusi thot kështu: "Prandaj po ju them, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është baba i tillë që po t'i kërkoj buk djali, i jep një gur, ose po t'i kërkoj një peshk, në vend të peshkut i jep një gjarpër, ose po t'i kërkoj një vezë, i jep një akrep. Nëse ju pra që jeni të këqij, dini t'u jepni dhuratat mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'ju dhuroj frymën e shenjtë atyre që ja kërkojnë." Shpesh mendoj për rolin e babait dhe se si është të rritësh fëmijë. Ne nuk do të jemi më të mirët gjatë gjithë kohës, por është e nevojshme të synojmë të jemi më të mirët e mundshëm për hir të fëmijëve tanë. Disa burra duken shumë arrogant. Ata mendojnë se janë më të mirët dhe nëse kapen në gabim apo nëse bien, gjithmonë gjejnë një justifikim. Gjithmonë gjejnë një shpjegim. Në vend që të pranojnë se kanë dështuar dhe të ngrihen e të ecin drejt përmirësimit të vetes, ata gjithmonë kërkojnë të fajsojnë dikë apo diçka. Dhe një gjë që ne duhet t'u mësojmë bijve tanë është që të mos fajsojnë dikë tjetër për gabimet apo dështimet e tyre. Mos fajsoni rrethanat kur dështoni. Pranoni gabimet dhe përpiquni të përmirësoheni. Baballarët kanë një audiencë të përhershme
që janë fëmijët e tyre. Ata gjithmonë janë duke ju dëgjuar dhe duke parë atë që ju bëni. Ata ju analizojnë, ju studiojnë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi të perëndishëm dhe të vazhdueshëm, konsekuent në veprimet tona. Këto fjalë të Jezusit na ndihmojnë që ne të kërkojmë t'u japim dhurata të mira fëmijëve tanë, gjëra që do të ndërtojnë karakterin e tyre dhe që nuk do ta shkatërrojnë frymën e tyre, gjëra që do t'i inkurajojnë ata, gjëra që do t'i bëjnë të ndershëm, me integritet dhe do t'i forcojnë frymërisht, dhe jo gjëra që motivojnë imoralitetin dhe gjërat papastra. Këtu Jezusi flet për dhuratat të mira dhe sigurisht, në lutjen e Zotit, ai po na mëson se Perëndia Atë dëshiron të jap dhurata të mira. Ai na jep bukën e përditshme. Çdo gjë që na nevojitet fizikisht për të jetuar, është një bekim nga Ati ynë. Ai na fal mëkatet tona dhe na jep dashurinë, mëshirën dhe mshurinë e Tij, sigurisht, këto gjëra që janë të theksuara në personin e Jezu Krishtit. Ai vuajti dhe vdiq në kryq për ne, për të na treguar dashurinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të Perëndisë ndaj nesh. Perëndia gjithashtu na ndihmon dhe na largon nga tundimi. Nuk na çon në tundim. Ai na ndihmon të shmangemi djallit që na sulmon dhe të ecim në botë me ndershmëri e të moralshëm, larg gjërave të liga të botës dhe ligsisë që ekziston në zemrat e njerëzve. Kështu Perëndia Atë na jep gjëra të mrekullueshme sepse ai na do. Ai është një Atë i mirë, një baba i mirë. Në të njëjtën mënyrë edhe ne si baballar duhet t'u japim dhurata të mira fëmijëve tanë. Por ka disa gjëra që burrat bëjnë që nuk janë dhurata të mira për fëmijët. Disa burra zemrohen lehtë dhe nuk mund t'i kontrollojnë shpërthimet e tyre të dhunshme. Disa burra kënaqen kur tallin të tjerët dhe u thon fjalë fyese. Disa të tjerë përfshihen në sjellje të papërshtatshme si tradhtia bashkëshortore, alkooli dhe droga. Këto nuk janë dhurata të përshtatshme për fëmijët tanë. Ne duhet t'u japim atyre gjëra të mira dhe për ta bërë këtë, ne si burra duhet të rritemi e të marrim përgjegjësinë e të qenit baballar të mirë. Un kam një pllak në zyrën time që e përmbledh shumë mirë këtë. Aty thuhet: të plakesh është e natyrshme, të piqesh është frymërore. Mendoj sa herë që e shoh këtë. Ju do të plakeni patjetër. Trupi juaj po plaket dhe një ditë do të jeni pleq të vjetër. Tani, ju mund të jeni baballar të rinj, e të fortë, por plakja është e pashmangshme. A do të piqeni? A do të piqeni në frymën tuaj? A do të bëheni të moralshëm dhe me integritet? Dëgjoni, Perëndia ka 3 dhurata që dëshiron që baballarët t'u japin fëmijëve të tyre. Dhurata e parë është qëllimi. Fëmijët duhet të dinë se kush janë. Ata duhet të dinë qëllimin e tyre në jetë. Nuk duhet t'i lëm ata të mendojnë se kanë ardhur përmes evolucionit, përmes epokave. Këto janë gjepura dhe e bën një fëmijë të mendojnë se nuk ka asnjë qëllim në jetë. Ne si baballar duhet të mësojmë fëmijëve tanë se ne ekzistojmë sepse Krijuesi na bëri me duart e Tij të dashura. Ne ekzistojmë me qëllimin për të dashur dhe për të shërbyer Perëndisë dhe njerëzve të tjerë, dhe nuk ka asgjë më të rëndësishme në këtë botë se sa të jesh një njeri i Perëndisë. Ne duhet të mësojmë fëmijëve tanë se vlera jonë gjendet në Krishtin. Reputacioni, fama jonë është kyç dhe ne jetojmë me këtë qëllim. Një gjë tjetër që baballarët duhet t'u japin fëmijëve të tyre është urtësia. Urtësia e vërtet. Aftësia dalluese është diçka tjetër. Ne duhet t'u tregojmë fëmijëve se kemi besim dhe njohuri për të drejtuar veprimet tona, që të mos shkojmë pas asaj që ndjejmë për momentin, por të veprojmë të nisur nga motivet e perëndishme dhe të kërkojmë urtësi nga Bibla, duke e lexuar dhe duke mësuar prej saj. Kohët e fundit kam dëgjuar Biblën audio duke i dhënë makinës. Tani jam tek libri i fjalëve të urta dhe gjithmonë më manit vargu. Frika e Zotit është parimi i diturisë dhe njohja e të shenjtit është zgjuarësia. Për të kuptuar jetën, për të patur motivet e duhura, për të patur udhëzim për atë që bëni në jetë, duhet të kemi një marrëdhënie me Perëndin. Sigurisht që në këtë marrëdhënie ju duhet të njihni Jezusin, birin e Tij, që dha jetën për ju, që ju të shpëtoheni.
Një gjë tjetër që një baba duhet t'u jap fëmijëve të tij është siguria dhe përgjegjësia. Ai duhet t'u tregojë fëmijëve që praktikon besimin, që jep të dhjetën dhe ofertat e tij dhe që lutet. Fëmijët duhet ta shohin atë të lutet dhe ta adhurojë Perëndin me kishën e tij. Të flasësh për gjëra të tilla si dinjiteti dhe vlera është një gjë, por është një gjë krejt tjetër ti demonstrosh, ti tregosh ato dhe fëmijët duhet ta shohin këtë. Një baba gjithashtu duhet jetë i dashur, i mirë dhe i dhemshur ndaj gruas së vet. Ai duhet jetë i fortë për të dhe jo i fortë kundër saj. Ka shumë mënyra se si një baba mund të jetë si Perëndia, aty ynë që na do dhe na fton në vargun 13. Nëse ju pra, që jeni të këqij, dini t'u jepni dhuratat mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë frymën e shenjtë atyre që ja kërkojnë. Nëse ju mungon urtësia dhe aftësia dalluese, kërkojani Perëndis këto gjëra. Kërkojini. Lexoni fjalën e Tij. Perëndia dëshiron që ju të jeni baballar të mirë dhe t'i rrisni fëmijët tuaj me dinjitet, shpresë dhe qëllim. Ashtu sikurse Perëndia ju do ju, ai dëshiron që edhe ju të tregoni dashuri për fëmijët tuaj, e të jeni baballar të dashur e të mrekullueshëm për ta. Perëndia është modeli i përsosur i një Ati të dashur, që dëshiron më të mirën për ne, fëmijët e Tij. Vetëm nga një marrëdhënie me Perëndin përmes Jezus Krishtit, ne mund të mësojmë të jemi baballar të perëndishëm që do të përcjellin tek bijtë e tyre vlera dhe virtyte që zgjasin gjithë jetën. Le të qëndrojmë pra sa më afër Perëndis për të qenë baballarët që Ai dëshiron të jemi. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.